Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 5, data 5 prill 2026, kemi një ndikim shumë të madh në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën ekonomike financiare, në lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha që kanë të bëjnë në fushën e karrierës dhe në disa vendime të rëndësishme që mund të marrim. Por gjithsesi, nga njëra anë kemi dhe kohën e duhur mbi çështjet që kanë të bëjnë në ekonomi, kanë të bëjnë me vendime të rëndësishme që marrim, por nga njëra anë na mundson disa takime mjaft të rëndësishme data 5, sepse hëna në Akrep me ndikimin që ka të bëjnë dieshëm, që ka të bëjnë me afërditën e Plutonit, që është shumë i fortë, sot bëhet më i qartë dhe jo vetëm kaq, por ka dhe disa ndryshime mjaft të mëdha në lidhje me punën, në lidhje me ndryshime të mëdha. Ditë e përshtatshme për sa i përket çështjeve ekonomike financiare, bisedime të rëndësishme që do të keni, por është dhe ndikimi dhe reagimi pozitiv në atë çka neve duam dhe bëjmë. Megjithatë, gjithçka mund të jetë e mirë dhe fuqia që ka të bëjë ndikimi planetar që na jep neve, duket se pikërisht kjo ditë është një ditë mjaft e besueshme në bisedime që do bënin persona të rëndësishëm që keni, por gjithashtu mos u shqetësoni. Shenjat e zjarrit, siç është Dashi, Luani dhe Shijetari, kanë ndikime fantastike në bisedime të rëndësishme dhe ekonomike, kurse shenjat e ajrit, siç janë binjakët, siç janë ujorët, kanë ndikimin e tyre dhe shumë pozitiv, madje udhëtime, bisedime të rëndësishme, kurse në çështje ekonomike financiare e kanë peshorët, pra shenjës së ajrit, ku do të shikojnë çfarë do të bëjnë në këtë ndryshim. Por mundohuni që në këtë ditë përgatituni për javën që vjen, sepse është diçka shumë pozitive. Madje është koha më interesante për sa i përket ekonomisë dhe ndryshimit të punës.